Dëshira dhe ëndra për të ngjitur në skenë ishte gjithmonë misioni i këtyre të rinjve. Ata për herë të parë para publikut u shfaqën kur ishin gjimnazist, ndërsa këtë rrugtim ata po e ndjekin edhe sot, duke marrë pas vete edhe artistë të rinj nga shkollat e mesme. Emri i tyre është Thuprat e Luginës, ndërsa para një publiku të gjerë janë shfaqur në Shtëpinë e Kulturës me premierën e komedisë Dasma Shqiptare në Preshev. Kjo mbrëmje nuk dallonte fare nga festivali Ditët e Komedisë Shqiptare, pasi salla ishte e mbushur dhe publiku nuk ndali së qeshuri për asnjë moment. Një komedi që sjell për herë të parë traditat tona, por nga një kënd tjetër, duke u ndërlidhur me traditat e dikurshme dhe gjendjen e sodit mes çifteve dhe raportit me familjen. Dy aktorët, Bear Limani dhe Shefki Zumberi, që luajnë rolet kryesore, i kanë thënë RTP-s se pjesëmarrja e publikut dhe përkraja nga individ të shumt u ka dhënë kurajo për të vazhduar rrugtimin e tyre. Ekspori përshëndes televizionin Presheva, i cili ishte çdo moment dhe çdo hap që kena bërë ishte për krah me neve. Ideja ishte e përbashkët, na kanë përkrahur ata të cilat kanë mujt për ta realizuar këtë projekt, të cilën me bashkë kolegën tim, Shefki Zumberi, i cili ishte gjithmonë në krahun tim të djallë dhe me hapa të cilat vazhdonim nuk u dëshpranim dhe kena realizuar një projekt të cilën ishte seriozisht ishte vështirë për ta realizuar këtë projekt. Në shfaqje kemi kaluar shumë bukur, kemi pasur shumë duartrokitje, sukses, kena arrit suksesin shumë të madh. Publiku e priti me shumë duartrokitje. Kena pasur shumë përshtypje publikut, të cilat i la përshtypje dhe tash është duke përfolur. Çdo ditë kam në rrjetet sociale, kam mesazha edhe njëherë prezantojnë njëherë, për këna që me po ata të cilët s'ka mujt me qenë prezent, ta shkërkojmë. Shtysë kryesore këtyre të rinjve ka qenë edhe Radio Televizioni Presheva, duke ndihmuar realizimin e një pjese të komedisë e cila shfaqet përmes videoprojektorit. Por pas një kërkese të madhe nga publiku, Thuprat e Luginës të mërkurën nga ora 19:55 në Shtëpinë e Kulturës Abdullah Krashnica, do të shfaqin komedinë Dasma Shqiptare.